Keni hamendosur pse fytyra juaj është asimetrike? Përjashton një rast të paralizës faciale. Çdo gjë në trupin ton është ndërlidhur dhe kjo lidhje fillon nga këmbët. Çfarëdo që ndodh te këmbët, shtylla kurrizore apo postura juaj ka një ndikim të drejtë për drejtë në fytyrën tuaj. Trupi jon përbëhet nga një ind lidhor, pra fasha, e cila përshkon të gjithë trupin nga kokat e këmbët, duke krijuar një rrjet të pandërprer. Kjo do të thotë se imbalanca apo deformime në një zonë të caktuar mund të ndikojë në të gjithë sistemin, duke përfshirë edhe asimetrinë e fytyrës. Një faktor i zakonshëm i cili çon në këtë asimetri është veshja e këpucëve që nuk na bëjnë ose të ngushta ose të gjëra, gjithashtu dhe veshja e takave të larta. Për një kohë të gjatë, ajo e ndryshon qendrën tuaj të gravitetit, duke detyruar shtyllën kurrizore dhe muskujt tuaj të kompensojnë, duke shkaktuar në këtë mënyrë tension tek fasha, sidomos tek këmbët dhe te pulpa. Ju mund të filloni duke eliminuar disa nga këto tensione. Ndaj, merrni një top dhe vendosini ato afër kyçit të këmbës dhe përsëriteni 10 përsëritje, 3 sete në ditë për secilin ushtrim në mëngjes dhe në darkë.